Avokat, ju thoni që misionari Pëllum Pilinçi ka bekimin e Amerikanëve, ndërkohë që Berisha thotë që drejtuesi i fushatës së vet ka qenë drejtuesi i fushatës së Donald Trumpit dhe po thotë që ka një lidhje me presidentin amerikan. Doktor Berisha, më nje dhe të njoh mirë. Mos gënje. Mos gënje. Personi që ka ardhur aty, që do bëj që kërkon ti të bëj fushatën, që nuk do të arrit ta bëj fushatën, është një person me precedent penal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk është i dërguar i Donald Trumpit. Jo më larg se para 3 ditësh Shtëpia e Bardhë ta dërgoi ultimatumin dhe tha ty dhe Ilir Metës nuk do t'u hiqet non grata. Pse i gënjen demokratët? I gënjen që ti mbash akoma rreth vetes? Mos gënje, po ta them ball për ball këtu, s'kam ball për ball, po do më shikosh. E di do më shikosh, ose ti ose segmente tu. Se na ke tradhtuar zotëri, ke shërbyer interesave greke, që kur ke marrë pushtetin për të parë dhe sot e kësaj dite. Ti që pret që ke ndihmën dhe kishe dhe akoma ke ndihmën e Nikola Gaxojanit nga lobi grek në Amerikë. Je ti që u shërben interesave greke në Shqipëri. Je ti që pranove që të miratoj ligji 7501. Je ti që nuk u ke kthyer pronarëve të ligjshëm. Je ti që ke përjashtuar të djathtë e Mirëfillt nga pushteti në Shqipëri. Ti bëj këto akuza zotëri dhe të ftoj, po të hedh dorashkën, të dalëm në televizion të bëjmë debat bashkë. Avokat, çfarë ndodh nëse Berisha ke rikthehet të njëjën pushtet? Nuk bëhet. Vetëm po të ngjallet babaim, po, mund të vi. Jo, nuk vjen më. Është e pamundur vi më. Sepse nuk do vi më, se ata që ndihmojnë dhe që ndihmuan deri dje për të ardhur në pushtet, ata i kanë thënë non grata zotëri. Dhe ka mbaruar ajo punë. Nuk do vi më në pushtet. As Sali Berisha edhe Edi Rama do ta dorëzoj pushtetin. Të dy partitë e mëdha që kanë bërë bashkë PDPS, barës PPSH. Zotëri, e dini shumë mirë që në 21 prill të vitit 2008 u rigrupua, u riformua dhe u riorganizua Partia e Punës së Shqipërisë me marrëveshjen që bën të dy partitë PDPS, që janë e njëjta parti natyrisht, dhe që janë parti tradhtare të interesit kombëtar. Që të dyja nuk do bëhet ajo që tham, nuk do bëhet qeverite, ashtu nuk do bëhet zgjedhje, ka mbaruar ajo punë, por edhe njerë po u drejtojmë, socialistët janë në rregull, s'kam punë me ata. Dhe janë vërtet në rregull, se ata në pushteti di mirë punët e tyre dhe të bëjnë çfarë duan, kanë para të bëjnë fushat dhe të bëjnë. Por u them demokratëve të ndershëm, juve demokratëve të djathtë, ju që i keni vajtur Saliut mbrapa bashkë me mua, duke menduar që ishte i djathtë, largohuni prej tij, bëni zgjedhje, kundërshtoni listat e hapura dhe bëni zgjedhje të ndershme që të dalin vërtet ata që janë për të dalën politikën shqiptare. Jo agjentët e Beogradit, jo agjentët e Fazliqit, jo agjentët e Miçotaqit, jo agjentët e Putinit. Avokat, kur ishte momenti kur ju nuk e besuat më Berishën, pasi në shumë raste keni qenë shumë mbështetës ndaj tij? Është shumë e vërtetë dhe të falenderoj shumë për pyetjen që më bëre. Deri në vitin 2005 un kam qenë jashtë shtetit. Dhe sa herë që bëheshin mbledhje, protesta në Tiranë, se nuk e dija se veprimtarinë e nëndeshme që ka bërë Sali Berisha me grekët, vija në çdo protestë dhe mirja pjesë këtu në Tiranë. Kur erdha në 2005, pash që na solli në kryesitë të PD-s, bëri një tashu quajturit kop, si kishte ai, kopi, dhe solli Lulushin, po Lulushin nga na erdhi, Lulushin se kishim parë ndonjëherë protesta. Pra, veç Lulushit, pash që nuk kishte asnjë të djathtë të Mirëfillt, po veç asaj dhe më e rënda, më të mëshme është që pash që solli Arbeni Mamin prap. Arbeni Mami në 97 doli me kostum generali në Sarand dhe Arbeni Mami vinte 2 herë dita në Sarand Korfus në 97. Kë e vuri prap atje. Gencerulin prap, e të tjerë spion që i mbajti hua. Asnjë të djathtë, asnjë të përndjekur, asnjë nga ata që kanë shkrirë jetën burgjeve. Asnjë lek nuk u dha talli me të përndjekur i politik që u jepte gjas me dëmshpërblim. Zotëri,
të përndjekurit politik të burgosur shqiptar kanë ndërtuar Shqipërinë. Thanë kënetin e Maliqit, kanë bërë aeroportin e Rinasit, kanë bërë veprat më madhështore që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri dhe ata e kanë paguar me gjak dhe me jetë njerëzish. Vetëm nga familja e profesor Pilinçit janë 11 të vrarë e të pushkatuar. Përveç internimeve e dëbimeve, më të thash. Avokat, Kështu që, ja, që të konkludoj, e pash mirë që nuk ishte me ne, kam vajtur në foltoren që kishte në Kamës, isha në rrugë, në fakt, ja thash, hajtë vemi të shohim çfarë bëhet. Dhe atje nuk kam vajtur për ta, nuk të erdha për të mbështetur zoti Berisha, zoti Sali. Po erdha dhe thash me që ke mundësinë që të ngrësh popullit, të nxjerrësh në rrugë ngrej që të rrëzojnë Edi Ramën. Po ku ta dija unë se ti ishe agenti i Edi Ramës dhe i vën nga Partia e Punës dhe nga Enver Hoxha për të groposur të djathtën. Prandaj të them, hajde të dalim në ballafaqim zoti Berisha të bëjmë bashkë një intervistë të këndshme ku të duash ti. Berisha ka bërë atë që bënte Enver Hoxha, ka kopjuar të gjithë praktikën që bënte Enver Hoxha në trajtimin e njerëzve që kishte rreth rrotull. Berisha është më kriminal nga Enver Hoxha për shokët. Është më i pabes. Berisha është i pabes. Dhe duke qenë i pabes, natyrisht ka krijuar ekipin e tij dhe prandaj bën dhe pse këmbul ai në mënyrë më kriminale për listat e mbyllura. Se do që të mbaj ekipin e tij ta ketë në çdo kohë, ta ketë me vete dhe që të jetë në pushtet. Nuk do jesh në pushtet Sali Berisha, po ta garantoj unë. Mbaj mend se ç'them sot. Nuk do jesh në pushtet dhe do vesh atë te vendi. avokat, ju pak më përpara thatë që Belinda Balluku, zotës kryeministri, është agjente grekëve. E ka thënë profesor Pilinçi, të njoh mirë ka thënë, e di që e agjente e shërbimit sekret grek, e di që ke dhe gradën togere, e di që ke gënjyri, ka thënë që ke bërë shkollë, s'ke bërë shkollë, ja ka thënë ai, unë thjesht kam përsëritur ato që thotë zoti Pilinçi, se unë nuk kam vajtur pas Ballukës. Ato kam përsëritur dhe kam thënë dhe prap i besoj ato që ka thënë profesor Pilinçi dhe e di që do bëhen. Se janë bërë dhe ato që ka thënë, deri tani janë bërë që ka thënë, do bëhen dhe ato që thotë tani e tuti. A mendoni që zonja Balluku do jetë pasardhëse kryeministri Edi Rama në partinë e vet? Jo. As bëhet fjalë fare, nuk mund të bëhet. Nuk mund të bëhet sepse nuk do bëhen zgjedhje. Ata dëgjoj, ajo do vej brenda, do arrestohet. Ajo bashkë me ato dy tjerat, me Olta Xhaçkën dhe me këtë kryetarin e parlamentit. Kështu ka thënë profesor Pilinçi, i cili komandon BKH-n, Byron Kombëtare të Ektimit, i cili komandon Sparkun, i cili ka marrëdhënie dhe komunikim të vazhdueshëm me agjentët e FBI-s amerikane që kanë ardhur këtu dhe që janë të Sparku dhe ju i dini. Pra, ai ato që thotë ka bërë dhe janë bërë dhe do bëhen. Kështu që nuk ka të mos ketë asnjë shpresë, as Belinda Balluku as ndonjë tjetër. Do vënë në burg. Do vënë në burg dhe oligarkët që nuk justifikojnë dot parat për pronat që kanë bërë. Avokat, shumë faleminderit për kohë.